A di çka do me thonë me fal namaz natë dhe çka do me thonë me fal namaz farz? Dhe çka do me thonë? A ka kun krahazim? Krejt namazet tona me imbledh bashkë. Edhe namazet e dynjas krejt. I ki 2 milion e në mjekë minimumin të falë sa unë të shtash namaz natë. Edhe i kenja 1 milion e diçka në Medinë të falë. Edhe i kenja 600-700 milion në botë musliman të falë namaz natë. Pelon një tretat e muslimanëve, një të katërtën. Krejt që të namazë me imbledh dhe me randis një me një këtu të në nafile. Nuk një krejt me randis një me një, nuk vinë në rangun e një namazi farz. O musliman, o Allah në gjenet që qoftë. Vjen në gjysë natë e falë namaz, dhe me thonë e dënë Allahun. Ai që nuk e dënë Allahun këtë vend nuk vjen. Ka vend e tjera ta që nuk e dënë Allahun, ku shkojnë sante, ka plet kafët, nuk e mshel as një. Gjysë e Prishtinës qelësht. Dhe rrugët e tjera. Por ju keni arë që dëni Allahun. E mira, po dënë me dashtë Allahun të qysh dushti, dhe me madhru Allahun qysh ta mërmenja ty, apo qysh dohet me madhru. O vlazën, nuk po guxoj me thanë se kalën Ramazani dhe një numeri vlaznive që janë qëto, edhe motra, po edhe gjitha ndejna për Kosovën tonë, ku falen namaz natë, me kalimin e bajramit, përfundimin e agjerimit, e falë një sabahën e aksham, apo ndoshta dhe nuk e falë. A ka diçka më të madhe në dinë të Zotit sa namazi? A gjetet i diçka në dinë të Allahut të më të madhe sa namazi? Unë nuk gjeta. Askush këtë dynja nuk ka gjetë që ka lyp diçka më të madhe sa namazi në dinë të Allahut. La ilaha illallah. Lanja namazit. Lanja namazit. Një namaz mund të shpije besimtarin kufër. Për atë arsye ka thënë Ibn Hazmi, Allah e pas më shërue. Mas shirkut në Allahun Azza wa Jall, kufri shirkut. Mas tina nuk kam katë më të madh, as vrasja, as alkoholi, as zinaja, as rana, e tjerë, se sa shtymja e një namazi deri sa t'i del koha pa arsye. Dhe ka thënë Ibn Qayyim, Allah e pas më shërue, janë në ranë në ujdi konsenzus krejt muslimat. Nuk ka thënë ulema, për këtë muslimat edhe ata që nuk janë ulema. Nuk kam katë më të madh në Islam se sa lamja namazit. Nuk ka. Sepse shqeqeja jetët kuranore. Qalu ma salakakum fi saqar, çka ju shtyju more që shkut në xhehenem atje? Qalu lam nakum min al-musallin, nuk kemi fal namaz. Nuk kemi fal namaz dhe ja ku jem në xhehenem. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sa një gjëja cila në ndonë mes neve dhe mes atyne që nuk janë në Islam, që farë i miletit shumëta, është namazë. Femen tarakaha faqad kafar, ai që lën në namazin, o dal prej dinit Allahut. O dal! E ka thonë Umeri radiallahu anhu, men la salate le, fela ahde le. Ai që nuk ka namaz, nuk ka best Zotit, nuk ka Islam, do një farz tjetër mundet nga një herë me hik njeriut, e shtyn zeqatin ma vanë, nuk e ka dhanë me kohë, haxhin, por namazin, jo, se qëtë prej dinit të meselja. Qëtë prej dinit. Tash imagjino ti dhonë sa pëllodhëm këtë Ramazan, sa njerës për i derdhëm, veç ditën. Dhe në këtë javë kena javën më të nxehtë në këtë vit edhe shumë vitet kaluara. Dhe është të na sprovu Zotin fund. Të na sprovu Zotin fund, të na ashtu e zhegun, të na ashtu me na kthyer sabrin, na shta po don Allahu edhe me na shtryll pe gjunaheve, të dal Ramazanit të fal inshallah të spastru pe gjunaheve, ja Rabbi.
Për ata sy pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë men fatathu as-salah fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Atina që ikin një namaz, veç një i ka ik, është sikur se me vdek familja atina krejt, edhe me shkatru pasunia atina krejt, edhe me med vetëm, as ka pasuni, as ka familje. Namazë kjo musliman. La ilaha illa Allah, me asgjësu musliman namazin. E qka jep rëndësi, qka vlen me dhanë rëndësi nëse namaz nuk jep rëndësi për i zërë Zotit? Qka e vlen? Për atë arsye ne, me këtë Ramazan dhe këtë namaznate, këtë ushqim shpirtëror, nëse nuk jep besën Allah, se më nuk keme lanë namazin, ne s'kem bë kur gjë.